Unë kam bërë takime kudo ku ka pasur shqetësim qytetar gjatë gjithë periudhës që më kanë kërkuar, jo më kur kanë shqetësim demokratët, tek të cilët unë kam ne jemi ose unë jam zyrtarisht dhe përhershëm në krah qytetarëve, në krah demokratëve. E ndjej në kurriz po themi barrën e përgjegjësisë për t'i përfaqësuar demokratët. Sa më mirë, unë kam bërë burg për Partinë Demokratike, shumë prej njerëzve këtu, shumica dormuse, kanë sakrifikuar vendet e punës, kanë sakrifikuar financat, kanë mbajtur në kurriz represionin dhe po të mos as ti dëgjojmë do të ishte një problem i madh. Kështu që ju falenderoj shumë për mbulimin edhe gjithë mirë. Në fakt, arrita t'i merja dhe ato impresionet e para të këtij takimi vetë zoti Saljani, i cili nga qyteti i Durrësit ka nisur tashmë zyrtarisht edhe foltorën brenda Partisë Demokratike, ka pasur të paktën nga ajo se çfarë mund kemi ndjekur në këto 60 minutë brenda ambienteve të qendrës kulturore të fëmijëve në Durrës, ka pasur një pjesëmarrje të gjerë, le ta themi, që kapacitetet e kësaj salle janë rreth 216 vende, por që janë shtuar dhe ka pasur minimalisht 300 ose 350 persona, sepse edhe ambientet e hyrjeve në të dyja krahat e këtij ambienti ishin të mbushur edhe me prani të shumë qytetarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Janë ngritur disa shqetësime, është shinjestruar keqeverisja Rama dhe sigurisht janë ngritur edhe shqetësime të organizimit dhe të funksionimit të Partisë Demokratike, të strukturave, ashtu si kundër e tha Saljani edhe pak momente më parë, edhe mos takimi prej 7 muajsh pas zgjedhjeve parlamentare të bazës dhe të Partisë Demokratike, dhe është pikërisht kjo indicia që sipas tij do të shkojë tashmë bazë në Partinë Demokratike dhe do të vijojë edhe në qytetet e tjera. Qartë, ju thatë që Saljani është shpritur mjaft mirë, pra mjaft ngrohtë në atë takim, por duke qenë se ai kishte së bashku, ishte pra me dy figura që në zgjedhjet e kaluara, në listat e hapura morën shumë vota, si Ilir Ali Mehmeti apo Aulon Kalaja. Duke qenë se ti e njeh shumë mirë qytetin e Durrësit, Elitiona, a kishte përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike të këtij qyteti në këtë takim? Patjetër, dua t'ju konfirmoj që të paktën në 80% personave që ishin brenda këtyre ambienteve janë qytetarë të Durrësit, janë antarësi e Partisë Demokratike të paktën nga ajo që unë arrita të evidentoj dhe të shoh dhe sigurisht i njohim sepse janë njerëz aktiv të qytetit brenda këtyre strukturave, janë kryesisht persona që sikundër e thash, një prej tyre ka qenë Dritan Burgia, i cili drejton është kryetari i grupit të këshilltarëve në Bashkinë e Durrësit për Partinë Demokratike. Një zë i fuqishëm, le ta themi, dhe që ka marrë pjesë edhe në foltorën e zhvilluar nga Sali Berisha, pra janë disa eksponentë të Partisë Demokratike dhe degës lokale që sot janë bashkuar këtij takimi dhe kësaj dëgjese të parë dhe foltoreje të parë të drejtuar nga Ervin Saljani. Qartë, edhe një pyetje tjetër shumë shkurtë, nëse ke folur me simpatizantët e Partisë Demokratike në qytet, pra në qytetin e Durrësit, çfarë qasje kanë ata për këtë lëvizje të Saljanit, duke parë edhe deklaratat e Berishës, i cili tha që janë takime për qëllime private, të shohim kujt i shërben? Në fakt, nga sa kam biseduar të paktën me strukturat dhe pjesëmarrës në këtë takim, ajo që vjen re është sigurisht riformatimi i Partisë Demokratike dhe bazës së saj, një gjë që sipas tyre kërkon dhe dëgjimi i antarësisë së thjeshtë dhe i bazës është ajo që duhet të ndodhë brenda Partisë Demokratike, pasi sipas tyre ka probleme të mëdha brenda strukturave të partisë, mos dëgjimi apo mos promovimi i emrave dhe elementeve që kanë një popularitet që sipas tyre kanë treguar edhe në zgjedhjet parlamentare që kanë marrë mbështetje të mëdha, le ta themi të madhe disa prej tyre, sikundër përmendët ju është doktor Ali Mehmeti apo edhe Aulon Kalaja në qarkun e Durrësit, që ka bërë një betejë të fortë, do thoja unë, edhe që e vazhdon deri diku atë nismën e tij. Janë disa elementë dhe problematika që i kanë ngritur dhe janë shqetësime që vetë baza i ka bërë. Unë shoh pas krave të mi zotin Ali Mehmeti që të vazhdoj të flasi me të rinj të këtij qyteti, këtij forumi të Partisë Demokratike që kanë qenë sot në këtë takim, dhe sigurisht kjo është kryefjala e kësaj
foltore të drejtuar nga këta dy personazhe të Partisë Demokratike, dëgjimi, analiza dhe përmirësimi i vetë strukturës dhe vetë Partisë Demokratike për ringritjen e saj, pasi qëndrimi prej 12 vitesh në opozit e ka bërë atë që të mos të ngrej frym në popull dhe tek qytetar, pra duke mos shkuar tek problematikat që qytetet apo qytetarët dhe vetë qyteti i Durrësit sipas tyre ka edhe duhet të bëhen prezente dhe duhet të ngrej frym. Pra ajo që i mungon sot Partisë Demokratike sipas këtyre strukturave dhe këtyre pjesëmarrjeve në takimin e sotëm është pikërisht mos pasja e një fryme për të patur dhe për të bërë opozitë sot. Elitiona Dogo, të falenderoj për të rejat më të fundit që na solli pra nga kjo lëvizje e re e Salianit për ringritjen e Partisë Demokratike.